të kenë debat të hapur brenda Unionit për raportin që u dorëzua fillimisht nga komisioneri Kos. Ka shtete që kanë qenë një numër jo i vogël, pas edhe i madh në favor të miratimit sa më parë. Ka edhe disa shtete tjera që kanë bërë shumë pyetje te komisionerja, ajo është përgjigjur në takim të veçantë, e megjithatë raporti nga drafti i parë deri në miratim ka kaluar 2 muaj. Që do të thotë se shumë shtete e kanë parë nga prizmi i kryeqyteteve të tyre. Kjo do të thotë që këto shtete kanë mendime jo kohezive në lidhje me ecurinë e Shqipërisë në disa fusha, veçanërisht në fushat e reformave. I përfshit gjitha reformat këtu, fushat e reformave. Ka veçanërisht dalloj drejtësinë dhe gjyqësorin, disa aspekte politike që janë e mjaft rëndësi për Unionin Evropian. Çështja Balluku që ende nuk është zgjidhur, ka pasur shtete që kanë diskutuar me emfazë jo të lehtë, jo të vogël për këtë çështje. Ka pasur shtete që kanë pasur mendimin se nëse integrimi do të vazhdojë të mos ecë me hapet e duhura, ai mund të quhet që ka arritur në një kryqëzim strategjik kredibiliteti. Që do të thotë se kredibiliteti i Unionit në lidhje me zgjerimin e tij me vendet e Ballkanit nuk ka kredibilitetin që mendohet se do të kishte. E në këtë mënyrë duhet patur parasysh që miratimi i raportit i Bar, opinioni i Këshillit është jashtëzakonisht